Data 9 korrik. Jozoeut, kapitulli 11. Kur Jabini, mbreti i Hatsorit, i mësoi këtë ngjarje, u dërgoi lajmëtar Johabit, mbretit të Madonit, mbretit të Shironit dhe atij të Akshafit, mbretërve që ndodheshin në veri të zonës malore në Arabah, në jug të Kinerethit, në ultësirën dhe mbi lartësitë e Dorit në perëndim, Kananejve që ishin në lindje dhe në perëndim, Amorejve, Hitejve, Perezejve dhe Jebusejve në krahinën malore, Hivejve në këmbët e malit Hermon në vendin e Mitspahut. Kështu ata dolën, ata vetë me tërë ushtritë e tyre, një turm shumë e madhe si rëra që është mbi bregun e detit dhe me kuaj e qerre në një numër shumë të madh. Kështu tërë këta mbretër u bashkuan dhe erdhën në afërsitë e ujrave të Meromit për të ngritur një kamp të përbashkët dhe për të luftuar kundër Izraelit. Por Zoti tha Jozoeut, mos u trem nga ata, sepse nesër në këtë orë ke për t'i parë të gjithë të vrarë para Izraelit. Do të presësh leqet e këmbëve të kuajve të tyre dhe do të djegësh qerret e tyre. Jozoe pra dhe gjithë luftëtarët bashkë me të marshuan papritmas kundër tyre afër ujrave të Meromit dhe i sulmuan. Dhe Zoti i dha në duart e izraelitëve, të cilët i mundën dhe i ndoqën deri në Sidonin e Madh, deri në ujrat e Misarfothit dhe në luginën e Mitspahut në drejtim të lindjes. I mundën deri në atë pikë sa nuk lanë të gjallë asnjë prej tyre. Jozoeu i trajtoi siç kishte thënë Zoti, preu leqet e këmbëve të kuajve të tyre dhe u adogji qerret. Në patë periudhë, Jozoeu u kthye dhe pushtoi Hatsorit, vrau mbretin e tij me shpatë, sepse në të kaluarën Hatsori kishte qenë kryeqyteti i tërë këtyre mbretërive. Vrau me shpatë tërë njerëzit që gjendeshin aty, duke vendosur shfarosjen e tyre, pastaj i vuri flakën Hatsorit. Kështu Jozoeu pushtoi tërë qytetet e këtyre mbretërive, zuri mbretërit e tyre dhe i vrau me shpatë, duke vendosur shfarosjen e tyre, ashtu si i kishte urdhëruar Mojsiu, shërbëtori i Zotit. Por Izraeli nuk u vuri flakën asnjërit prej qyteteve që ngriheshin në kodrinat, me përjashtim të Hatsorit, i vetmi qytet që Jozoeu dogji. Bijtë e Izraelit morën për vete tërë plaçkën e këtyre qyteteve dhe bagtin, por vranë tërë njerëzit dhe nuk lanë shpirt të gjallë. Ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun, shërbëtorin e tij, kështu Mojsiu urdhëroi Jozoeun, dhe ky nuk la pas dore asgjë nga ato që Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut. Kështu Jozoeu shtiu në dorë tërë atë vend, krahinën malore, tërë Negevin, tërë vendin e Goshenit, ultësirën, Arabahun, krahinën malore të Izraelit dhe ultësirat e tij, nga mali Holak që ngrihet në drejtim të Seirit, deri në Baal Gad në luginën e Libanit, në këmbët e malit Hermon. Zuri tërë mbretërit e tyre, i goditi dhe i vrau. Jozoeu luftoi gjatë kundër të gjithë këtyre mbretërve. Nuk pati qytet që të bënte paqe me bijtë e Izraelit me përjashtim të Hivejve që banonin në Gabaon, i pushtuan të gjitha me luftë. Në fakt ishte Zoti vetë që forconte zemrën e tyre që të bënin luftë kundër Izraelit, me qëllim që Izraeli të vendoste shfarosjen e tyre pas një mëshirë për ta, por t'i zhdukte nga faqja e dheut ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Por në këtë periudhë Jozoeu u nis në marshim dhe shfarosi anakitët e krahinës malore, ata të Hebronit, të Debirit, të Anabit, të gjithë krahinës malore të Judës dhe të gjithë krahinës malore të Izraelit. Jozoeu vendosi shfarosjen e tyre të plot bashkë me qytetet e tyre. Nuk mbeten më anakit në vendin e bijve të Izraelit. Mbeten disa prej tyre vetëm në Gaza, në Gath dhe në Ashod. Kështu Jozoeu shtiu në dorë tërë vendin, pikërisht ashtu siç kishte thënë Zoti Mojsiut. Jozoeu ja la pastaj si trashëgimi i Izraelit, sipas ndarjeve të tyre në fise, dhe kështu vendi pati një pushim nga lufta. Psalmi 144. Bekuar qoftë Zoti, kështjella ime, që i mëson duart e mia për luftë dhe gishtrinjtë e mi për betejë. Ai është hiri im dhe kështjella ime, streha ime e lartë dhe çliruesi im, mburoja ime në të cilën gjej stre, ai që më nënshtron mua popullin tim. O Zot, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriu që ti ta shpërfillësh? Njeriu është si një frymë dhe ditët e tij janë si hija që kalon. Uli qiejt e tu o Zot dhe zbrit, dhe ata do të nxjerrin tym. Hidh rrufet dhe shpërndaj, lësho shigjetet e tua dhe bëj të ikin. Shtrije dorën tënde nga lart, më shpëto dhe më çliro nga ujërat e mëdha dhe nga dora e të huajve. Goja e të cilëve thot gënjeshtra dhe dora e djathtë e tyre është një djathtë mashtrimi. O Perëndi, do të këndoj një kantik të ri, do të këndoj lavdet e tua me një harp me 10 tela. Ti që u jep fitoren mbretërve dhe që çliron shërbëtorin tënd David nga shpata e kopshme, më shpëto dhe më çliro nga dora e të huajve. Goja të cilëve thot gënjeshtra dhe dora e djathtë e tyre është një djathtë mashtrimi. Bijtë ta në rinin e tyre qofshin si një bim e harlisur
dhe bijat tona qofshin si shtylla qosheje të gdhendura mirë për të zbukuruar një pallat. Hambaret tona qofshin plot dhe paqin nga të gjitha të mirat. Kopet tona ushtofshin me mira dhe dhjetra mira në fushat tona. Shetan tërheqshin ngarkesa të rënda dhe mos pas asnjë sulm të papritur. Daljet papritura zbritmë në sheshet tona. Lumej popull që është në gjendje të tillë, lumej popull që ka për Perëndi Zotin. Jeremia, kapitulli 5. Shkoni rreth e rrotull nëpër rrugët e Jeruzalemit. Shkoni dhe binduni, dhe kërkoni në sheshet e tij në rast se gjeni një njeri të vetëm që zbaton drejtësinë, që kërkon të vërtetën, dhe unë do ta fal. Edhe kur thon Zoti rron, me siguri betohen për atë që është i gënjeshtërt. O Zot, nuk janë sytë tu për të vërtetën? Ti i godite, por ata nuk ndjejnë asnjë dhimbje. I ke konsumuar, por kanë refuzuar të pranojnë korrigjimin. Ata e ngurtësuan fytyrën e tyre më tepër se shkëmbi dhe nuk pranuan të kthehen. Prandaj thash, ata janë me siguri të varfër, janë pamend sepse nuk njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Do të shkoj për atë të mëdhenj dhe do të flas atyre, sepse ata e njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Por edhe ata bashk kanë shkallmuar zgjedhën dhe i kanë koputur verigat. Prandaj luani i pyllit i vret, ujku i shkretëtirës i shkatron, leopardi rri në prit afër qyteteve të tyre, kushdo që del prej tyre coptohet, sepse shkeljet e tyre janë të shumta, rebelimet e tyre janë shtuar. Si do të mund të falja për këtë? Bitet tu më kanë braktisur dhe betohen për ata që nuk janë Perëndi. Unë i kam ngopur, por ata kanë shkelur kuroren dhe mbushin shtëpitë e kurvërimit. Janë si hamshor të ushqyer mirë dhe tër afsh në mëngjes, secili hingëllin prapa grua së fqinjit të tij. A nuk do t'i dënoj unë për këto gjëra, thot Zoti, dhe nuk do të hakmerrem unë me një kom të tillë? Ngjituni mbi mure dhe shkatërroni, por mos kryeni një shkatërim të plot. Krasitini degët e tyre sepse nuk janë të Zotit, sepse shtëpia e Izraelit dhe shtëpia e Judës kanë vepruar në mënyrë të pabesë me mua, thot Zoti. Kanë mohuar Zotin dhe kanë thënë nuk është ai. Asnjë e keqe nuk do të bjerë mbi ne. Nuk do të shohim as shpatën, as urinë. Profetët nuk janë vetë erë dhe tek ata nuk është fjala e Zotit. Të bëhet atyre ajo që ata thonë për ne. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive. Duke qenë se keni folur në këtë mënyrë, unë do t'i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde dhe këtë popull si dru që ai do të përpi. Ja unë do të sjell kundër jush një kom nga larg o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Është një kom trim, një kom i vjetër, një kom të cilit nuk i njeh gjuhën dhe nuk i kupton fjalët. Kukurja e tij është si një varr i hapur, janë të gjithë njerëz trima. Ai do të gllaborojë të korrat e tua dhe bukën tënde. Do të gëlltis bitë tu dhe bijat e tua. Do të gëlltis kopet e tua dhe bagtin tënde të trash. Do të gëlltis vreshtat e tua dhe fiqt e tu. Do të shkatërroj me shpatë qytetet e tua të fortifikuara të cilet ke besim. Por edhe në ato ditë, thot Zoti, nuk do të shkatërroj plotësisht. Dhe do të ndodhë që kur të thoni, pse Zoti Perëndia ynë ka bërë gjitha këto gjëra, ti do t'u përgjigjesh atyre. Ashtu si ju më keni braktisur mua dhe u keni shërbyer perëndive të huaj në vendin tuaj, kështu do t'u shërbeni të huajve në një vend që nuk është juaj. Lajmëroni për këtë shtëpinë e Jakobit dhe shpallini në ju duke thënë: Dëgjoni tani këtë o popull pa mend dhe pa zemër, që ka sy por nuk shikon, që ka vesh por nuk dëgjon. Nuk do të keni frikë prej meje, thot Zoti. Nuk do të dridheni para meje që kanë vënë rërën si kufi të detit, si një statut përjetshëm që nuk do të kapërcej kurrë. Valet e tij ngrihen por nuk fitojnë, bëjnë zhurmë por nuk e kapërcejnë. Por ky popull ka një zemër kryeneqe dhe rebele, kthehen prapa dhe ikin. Nuk thonë në zemër të tyre kemi frikë nga Zoti Perëndia ynë që na jep shiu në kohën e dur, i pari dhe i fundit shi që mban për ne javët e caktuara për korrje. Pallësit tuaja i kanë përmbysur këto gjëra dhe mëkatet tuaja mbajnë larg jush begatin. Sepse midis popullit tim ka njerëz të këqij që përgjojnë si gjuetarët e zogjve në prit, ata vënë leqe dhe kapin njerëz. Ashtu si një kafaz është plot me zogj, kështu shtëpitë e tyre janë plot mashtrim, prandaj bëhen të mëdhenj dhe pasurohen. Majmen dhe begatohen, po kalojnë madje kufit e skeqes. Nuk mbrojnë çështjen e jetimit dhe megjithatë kanë mbarsi, nuk mbrojnë të drejtën e të varfërve. A duhet i dënoj për këtë gjëra, thot Zoti? Dhe a nuk do të hakmerrem një kom të tillë? Në vend të shkryer një gjë e tmerrshme dhe shumë e shëmtuar. Profetët profetizojnë në mënyrë të rreme, priftërinj qeverisin duke u mbështetur në forcën e autoritetit të vet dhe popullit tim i pëlqen që gjendja është e tillë. Po çfarë do të bëni kur të vi fundi? Mateo, kapitulli 19. Dhe ndodhi që mbasi Jezusi mbaroi këto ligjërata,
u nis nga Galilea dhe erdhi në krahinën e Judeas përtej Jordanit. Dhe turma të mëdha e ndiqnin dhe ai shëroi atje. Atëherë ju afruan disa farisej për ta tunduar dhe i thanë: A është e lejueshme që burri ta lërë gruan e tij për një shkak çfarëdo? Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: A nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim i krijoi mashkull dhe femër? Dhe tha: Për këtë arsye, njeriu do ta lërë të atin dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu që nuk janë më dy, por një mish i vetëm. Atë pra që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë. Ata i thanë: Atëherë pse Mojsiu urdhëroi të jepet letërndarja dhe të lihet? Ai u tha atyre: Mojsiu ju lejoi t'i lini gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë ju them se kushdo që e le gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndar, shkel kurorën. Dishepujt e vet i thanë: Në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, nuk ja leverdis të martohesh. Por ai u tha atyre: Jo të gjithë i kuptojnë këtë fjalë, por ata të cilëve u është dhënë, sepse ka eunuk që kanë lindur të tillë nga barku i nënës, dhe ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit, dhe ka eunuk që janë bërë vetë eunuk për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë. Atëherë i sollën fëmijët e vegjël që të vinte duart mbi ta dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Por Jezusi u tha: I lini fëmijët e vegjël dhe mos i ndaloni të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiejve. Dhe mbasi vuri duart mbi ata, u nis qandej. Dhe ja ju afrua dikush dhe i tha: Mësues i mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kemi jetë përjetshme? Dhe ai tha: Pse më quhen të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, Perëndis. Por në qoftë se do që të hysh në jetë, mbaj urdhërimet. Ai tha: Cilat? Atëherë Jezusi i tha: Mos vrit, mos shkel kurorën, mos vill, mos bëj dëshmi të rreme, ndero atin tënd dhe nënën tënde, dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde. I riu tha: Të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime. Çfarë më mungon ende? Jezusi tha: Në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit ç'të kesh dhe jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell, dhe eja ndiqmë. Por i riu kur e dëgjoi këtë fjalë, iku i trishtuar sepse kishte pasuri të madhe. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: Në të vërtetë ju them se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Dhe po ju apërsëris, është më e lehtë të kalojë deveja përmes vrimës së gjilpërës, sesa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Kur i dëgjuan këto, dishepujt e vet u habitën shumë dhe thanë: Kush vallë mund të shpëtohet? Dhe Jezusi duke i vështruar tha: Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndin çdo gjë është e mundur. Atëherë Pietri ju përgjigj duke thënë: Ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm. Çfarë do të bëhet me ne? Jezusi u tha atyre: Në të vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur biri i njeriu të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni mbi 12 frone për gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë për hir të emrit tim shtëpi, ose vëllezër, ose motra, ose atë, ose nën, ose grua, ose bi, ose ara, do të marrë 100 fish dhe do të trashëgoj jetë përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parë.